Të nderuar shikues, mirëmbrëma, takohemi me të pashoqe dhe për këtë të mërkur për të analizuar aktualitetin politik që vazhdon po njësoj, pa lajme ato që ne i cilësojmë si të bujshme, dhe një fakt tjetër që bën përshtypje këto kohë është se paralel nuk po prodhohen lajme të forta nga spaku, se ishim mësuar për disa kohë që furnizoheshin mediat me goxha lajme, duket se tani skena i është lënë totalisht politikës me një fushat parakoshme elektorale për 11 majin. Me mua sonte në studio është një nga kandidatët e Partisë Socialiste, Halit Valteri. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, kënaqësi gjithmonë të jem. Fushata ka nisur e parakoshme, po ka nisur. Ti je në listën e hapur. Ke një betejë të fortë. Do me thënë, është zonë rreziku. Si e ke ti atë pritshmërinë tënde, se në bazë të pritshmërisë furnizohet njeriu edhe me kurajo për të luftuar, ose dorëzohet që në fillim kot luftoj se nuk fitoj. Megjithatë kontributi nuk shkon kotës, se shkon për partinë, gjithsesi. Atëherë, me që tham fushata parakoshme, unë nuk hyj te njerëzit që nis fushatën kur ka fushatë elektorale. Unë kam qenë në 25 prill, 26 prill, kur filloi numërimi i votave, 2021, që jam në fushat të përditshme për ditën e zgjedhjeve të 11 majit. Kështu që nuk shikoj ndonjë rrezik tek lista e hapur, nuk shikoj ndonjë gjë që është e paarritshme. Është diçka, të gjithë ne do marrim vlerësimin nga qytetarëve në sajt të punës dhe kontributin që kemi dhënë në përditshmërinë tonë si politikan. Manikinët, anonimët do të marrin atë që kanë mbjellur, do të korrin atë që kanë mbjellur, dhe kush ka qenë aktiv, kush ka qenë në përditshmëri me qytetarët, besoj që do të marrë atë vlerësimin, qoftë nga aktiviteti politik. Anonimët janë futur në lista të sigurta? Jo, nuk është. Tani anonim unë quaj ata të rinj që hyn për herë të parë në politikë, që nuk i njohim. Ka anonim dhe me 4 mandate. Anonim po, ka në parlament. Ka në parlament, anonim, ka anonim me 4 mandate që nuk i njeh as pallati i tyre ku banojnë. Mirë, pra, kush e ka fajin për ta? Kush e ka përgjegjësinë për ta? Si vet? Kanë vetë ata. Jo, po e ka fajin partia. Po janë në listë hapur, tani të tregojnë veten. Të dalin, të marrin votat dhe kaq. Kështu që e nis, domethënë të ktheva përgjigje për pjesën që a shikon rrezikshmëri apo jo. Unë pretendoj të marr mbështetjen e atyre që besoj që i kanë përfaqësuar medaljet e mia publike, atyre shqiptarëve që janë për një djalë të ri që ka luftuar korrupsionin, një djalë të ri që ka folur qoftë për korrupsionin në qeveri duke qenë pjesë e Partisë Socialiste, që ka folur për aferat korruptive të mamuthit të korrupsionit të Shqipërisë, Ilir Meta, dhe sot ndodhet prapahekurave për këtë gjë, për një djalë të ri të guximshëm i cili mundohet të jetë pranë tyre, që u hap telefonin, u përgjigjet dhe në fund ditës ata e kanë dorë të dërgojnë në parlament apo një Halit, apo mund të dërgojnë në parlament këdo që mund të orientohet nga partia apo nga diku tjetër. Po vota nga Partia Demokratike, nga të djathtët, nga opozita, pret? Patjetër që po. Po, si do të votojnë opozitarët ty, kur ti sapo e thej që ke bërë denoncimet forta në goditje të opozitës? Se të opozitës dhe mazhorancës, të dyve. Po jo, flas... Një djathtë nuk voton Ilir Metën, ti je sigurt, edhe pse e kanë listë hapur. As për një listë mbyllur Teti Blushen, Erisa Xhixhën apo Edmond Haxhinasën. Një djathtë më përpara voton Halitin dhe Edi Ramën, sesa personin që ka shkatruar dhe ka minuar demokracinë këtë vend dhe ka mbjellur rrjetin e korrupsionit që sot Shqipëria ka një plagë të madhe korruptive, ka vetëm njëri, Ilir Meta dhe korporata e tij. Dhe goditja më e madhe e Partisë Demokratike dhe djathtës është përfshirja e këtyre elementëve për t'ia u serviruar demokratëve si ekip fitues për të mundur qeverinë Rama. Kur ndërkohë nëse e kanë betejën me Edi Ramën pushtet në 2013 e solli, e mbajti dhe shkatroi PD-n nga Alati Berisha. A u zhgënjeve ti që opozicionove në listë hapur nga kryetari? Jo, as pak. Unë e kam ditur që do jem listë hapur, nuk e kam pretenduar asnjëherë listën e mbyllur. Pse mos ishe në listën mbyllur ti, për sa kohë ti ke dhënë një kontribut që siç e the, gjitha edhe i rrezikshëm, ke marrë kërcënime për atë që ke bërë. Ke goditur një nga personat më të rëndësishëm të opozitës përmes kallëzimeve në organet e drejtësisë. Unë nuk e bëj aktivitetin politik për të marrë shpërblim ose jo. Lista e mbyllur, patjetër që të jep komoditetin për të qenë një deputet në listën e sigurt, po është një xhaket që më rri ngushtë. Unë nuk
mund të kem në moshën 33 vjeçare të marrë diçka for free, apo falas, apo pse kam bërë një aktivizëm politik. Unë dua të provoj veten, shqiptarët dhe gjithë ata miq dhe shok që më mbështesin dhe nuk besoj që të qenit deputet në listën e mbyllur të ofron atë lirshmërinë e vazhdimit. Komunitetin ta jep lista e hapur nëse fiton, sepse je shumë. Dhe po të them vetëm kaq që nëse unë do të jem deputet në listë në Kuvendin e Shqipërisë, të dal nga lista e hapur e Partisë Socialiste, të siguroj që nuk është njësoj të jesh deputet si në listë mbyllur. Jo, kjo dihet, patjetër. Për të pasur atë lloj aktivizmi politik që unë kam nisur dhe vazhdoj dhe mos ta ndryshoj, është ideja që të keni një djalë kurajoz, mos i bindet fort atyre, ulu çau ngriu siç kemi parë të kemi në përditshmërinë politike nga kryetarët e partive. Kështu që nuk është kostum që më rri komod të jem në listë mbyllur. Do të provojmë veten tonë, do t'ja dalim dhe do të marrim një rezultat surprizë në zgjedhjet e 2025. A e ke të vështirë kur bën fushat, kur ke takime me qytetarët në terren, tu kërkosh voton për mandatin e 4 të një qeverie? Unë nuk dal të kërkoj vot për mandat 4, për mandat 5 apo për mandat 6. Po mirë, ti në listën e cilës partie? Pra, partisë që po kërkon mandatin e 4, se nuk është kaq e shkëputur. Më lër ta them përgjigjen. Unë nuk kërkoj vot për mandat parë, 2, 3, 4 apo 5. Unë shkoj kërkoj mbështetje personale tek çdo qytetar që takoj dhe them, a ke për të votuar në zgjedhjet e 11 majit? A do doje të kishe një model si Haliti, një model të ri? Nëse më mbështet, okay. Nëse s'më mbështet, i sugjeroj vetëm diçka tjetër. I them, voto në cilën parti të duash, një djalë ose një vajzë të re. Për sa i përket mandatit 4 dhe mandatit 5 që mund të marrë qeveria Rama, ajo është një përgjegjësi që e merr vetë kryetari i partisë dhe e kërkon kryetari i partisë. Kështu që mandati që merret në listën e hapur është mandat individual i fituar me forcat e tua. Nuk është kaq individual, se nuk mund të jesh i shkëputur nga partia ti mbikurist, ke edhe faturën e nuk kam asnjë faturë. 3 mandateve. Nuk kam asnjë faturë, nuk kam asnjë lloj fature, se kur nuk po mban faturë Sali Berisha dhe Edi Rama përballë shqiptarëve, unë nuk kam asnjë faturë, nuk kam qenë as drejtori i përgjithshëm që të kem bërë dëm apo të kem firmosur, nuk kam qenë kurrë as ministër, nuk kam qenë kurrë eksponent. Po dhe kaq të shkëputur sa thua ti. Është më shumë e shkëputur se ç'ta merr mendja, sepse ti nuk je në listën e hapur të një partie, mos nuk je i pavarur ti. Çfarë problemi ka? I pavarur po, jam dakord. Jo, sepse sistemi zgjedhor nuk ta lejon që të jesh i pavarur dhe nuk ta lejon që ti të bësh të lloj fushate. Unë kam zgjedhur një subjekt politik që mendoj që është më i mirë nga subjektet e tjera politike, mendoj që është një subjekt politik i cili ka bërë shumë për Shqipërinë dhe do të bëj shumë për Shqipërinë në mandatin e ardhshëm, pasi kemi atë programin ton që i kemi shpalosur shqiptarëve. Për sa i përket mandatit, mandati është personal, nuk është mandat partijak. Nëse ti bën votat Po çfarë premtimi do t'i realizosh ti atyre qytetarëve që premton sot? Është shumë e thjeshtë. Pasi të marrësh mandatin e deputetit, nëse s'ke mbështetje nga pas të forcës që është në pushtet. Se këtu jemi mësuar të gjejmë. Thjesht do flasësh në kuvend. Po jo, kanë folur gjithë. Çfarë ka ndodhur? Jo, dashur, si do kontribuon? Si do ja realizoj? Ai bën premtime ti kur shkon. Tani do ta bëjmë kështu. Ti më pyet unë përgjigjem. Jo, a shkon në terren, a bën premtime ti? Jo, nuk bëj asnjë premtim. Po si s'bën? Po pse duhet ta jap votën unë? Po pra ma dëgjoj. Po thuaj pse duhet ta jap votën? Ma dëgjoj. Po. Varove. Se vetëm që je i ri s'është argument. Ma dëgjoj të lutem. Ma dëgjoj. Vetëm kjo. Më lër 30 sekonda të përgjigjem pa më ndërprerë. Se po vazhdove të më ndërpresësh, do ta marr unë, do të filloj të bëj unë pyetjet. Vazhdo. Ta kthejmë intervistën kështu. Atëherë është kjo gjë. Unë nuk premtoj asgjë, sepse nuk kam gjë në dorë që ta premtoj. Nuk kam diçka në dorë që ta premtoj. Nëse unë kam këtë gotën e ujit dhe unë këtë mund të ta premtoj, sepse e kam e posedoj dhe ta jap. Në abstrakt, në ajër, nuk kam se çfarë të premtoj. E vetmja gjë që mund të bëj një deputet i kuvendit është të jetë pranë problemeve dhe halleve të qytetarëve. Unë kam qenë deputet i kuvendit dhe thjesht si zë thua. Je një zëri tyre je. Çfarë mund të bëj një deputet tjetër? Dhe unë nuk hyj te deputetët që premtoj ujë drita 24 orë, si gjë rëndom 2025-a premtojnë ujë dhe drita në mes Tiranës. Unë nuk hyj te deputet. Po jo, pra se ka. Po premtojnë se s'ka, po s'ka. Po mbrëm kanë ikur dritat mua, e di ti? Po mirë më mes të Tiranës me ikën dritat. Po mirë më se dritat ikin mes një orë. Po mirë, po mos e bëj këtë sikur. Po të them
me pazakont kjo. Po ma lër ta mbaroj fjalën deri në fund. Po mos u kap me këtë. Po pra, më ikën mbrëm. Po shumë mirë për që ka ikë. Po ikën ç'të bëjmë? Po po ndodh. Po të vrasin veten. Jo, po ndodh. Po nuk mund të themi që s'ka ujë dhe drita në Tiranë, se po ma the edhe këtë, pastaj po jeton një realitet. S'ka ujë dhe drita në Tiranë. Po dëgjoj logjikën e fjalisë pra. Po, të dëgjoj. Në mes të Tiranës, këtu ku flasim te lagja përballë ku je ti, del një deputet i djathtë dhe thotë do kesh ujë dhe drita 24 orë, ndërkohë që kjo është fakt. Ka ujë dhe drita 24 orë. Pastaj aksidente, probleme teknike ndodhin se edhe vdes robi. Aksidentalisht vdes robi, ndërpritet jeta. Nuk ka të thotë kjo gjë. Po të them, po më lër të shpjegoj çfarë bën. Një deputet i Kuvendit të Shqipërisë nuk ka gjë në dorë të premtoj. Ai maskara që vjen të premton më jep votën të t'jap punën, ai po të blen votën. Një maskara që të thot më jep votën të t'jap 100.000 lekë, 50.000 lekë, 200.000 lekë, varet se si ta mat kokën me spango, ai është maskara dhe po të blen votën. Një deputet që vjen dhe të thot do të shtroj rrugën dhe mbas 4 vjetësh shkon ndron zonat sepse rrugët i shton kryetari i bashkisë, nuk i shtron deputeti. Prandaj të them, politika e premtimeve të deputetit është një politikë që ka 30 vite që mashtron shqiptarët dhe nuk u jep asgjë shqiptarëve, por u jep vetëm premtime boshe dhe zhgënjim çdo 4 vite sa herë vin zgjedhjet. Ajo çka u premtoi unë qytetarëve është që të jem një zë i fortë në parlament, një njeri i cili nuk bën kompromis me të keqen, nuk shkon mbas të keqes dhe nuk e tradhton besimin e tyre, por vërtet fort për të realizuar dhe për të goditur ato pika të forta ose të dobta që ka korrupsioni apo qeverisja. Ajo që i premtoj unë është që të shkoj kur të ketë problemin te kadastrat shtetërore të jem bashkë me qytetarin që jo të trokasin, po t'i gjuajmë derës me shkelën për të kërkuar drejtën tonë. Ajo që kërkoj unë është që kur të shkojmë atje te spitali ku bluza e bardhë është nxirr nga korrupsioni, të shkojmë dhe ta diskreditojmë atë mjekun dhe do shkosh ti bashkë me qytetarin atje? E kam bërë këtë po të them. Prandaj fushata ime nuk konsiston në miliona euro të hedhura apo në përdalje televizive të sponsorizuara, por është derë me qytetarët, siç e kam bërë 4 vitet në vijim, dhe ajo çka pres të marr mbrapsht nga qytetarët është besimi që ata mund të më japin për të pasur një përfaqësues të tyrin që ha si ata, jeton si ata, vishet si ata, bën të njëjtën jetë si ata dhe jo me mask që të jetosh mbrapa tegut e Rolling Hillsi dhe të bësh fushatën pas kuqan, të ndrosh rrobat rrugës për të shkuar tek elektorati, nuk e bëjmë dot. Kush ka qenë tek elektorati 4 vite, ai do të marrë përgjegjësi. Kush do të bëhet deputet, të futet në lista mbyllura të kryetarëve të partive, të sponsorizoj miliona nga bizneset dhe nga grupet e interesit dhe në fund fare të kemi këtë parlament që kemi kur nëse e ke ndjekur këto 4 vite nuk kemi pasur vetëm parlament, por kemi pasur arena cirku, show të radhës dhe në fund fare nuk kemi kuptuar as çfarë është votuar, as për çfarë është votuar dhe çfarë ka shërbyer shqiptarëve votimi atyre ligjeve. Kauza kryesore elektorale e kryeministrit Rama këtë herë është pasaporta e Bashkimit Evropian. E beson ti këtë? Patjetër që e besoj. Pse? Unë di të them vetëm kaq që e kam ndjekur procesin e plotësimit të kapitujve që po ndodh dhe detyrave që na jep që ka dhënë Bashkimi Evropian. Ajo që thot kryeministri çdo ditë në mëngjes fillojnë punën rreth 1000 persona që punojnë për plotësimin e këtyre kapitujve dhe di të them që brenda një viti kemi shkuar nga kapitulli 22 te kapitulli 27, ndërkohë që vende si Malizi, Serbia dhe vendet e rajonit kanë me vite që nuk i kanë plotësuar 1 ose 2 kapituj. Shikoj punën serioze që bëhet, shikoj nga politika e brendshme, nga detyrat e shtëpisë. Gjithçka varet nga politika që ndjek Bashkimi Evropian. Patjetër, nëse e pim kafen te Shqupi, patjetër që kështu do ta mendojmë. Jo, nuk është kështu, po ti e di që është kështu. Po pra, nëse e pim kafen... Tani është tjetër situatë geopolitike që ata po nxitojnë me zgjerimin. Po ma le ta them fjalin deri... Të themi të vërtetën tani. Më pyet, më lër të mbaroj fjalin. Të themi të vërtetën, okay. Po unë s'po gënjej. Më thuaj një moment që po të gënjej. Po ndërhyj se nuk është kështu. Po s'po ndërhyj, morse unë s'kam folur asnjë fjalë. Po ti the që varet Maliz me vendet e tjera nuk ka ndodhur, a the kështu? Po të them pra, po punohet për kapitujt, pastaj Europa është në një pozicion geopolitik
një politikë një kërkon një hapje dhe një pranim të Ballkanit. Patjetër që duhet ta themi edhe këtë, po kjo nuk është gjë e keqe. Kjo është një plus i madh që po marrim. Po pra, se po na e bëni sikur ne themi një fjalë dhe nuk e besojmë, nuk e besojmë. Këto pasaportën e BE-s. Nuk do ta besojmë Ramën, apo e bëjmë kështu. E jep vetëm Edi Rama, e bën vetëm Edi Rama. E jep bufi Knetës se Epsa Liberisha. Unë do pyes ti përgjigju. Po përgjigjem. Pasaportën e BE-s na jep vetëm me ardhmja e Shqipërisë. Tritan Shehu, Klevis Balliu, Sali Berisha, Flamur Noka, Albana Bokshi. Uroj që shqiptar. Po ata ishin deri ditë, mos e. Unë me ata jam akoma. Me ata jam akoma, s'ka rëndësi. Ditë them vetëm kaq. Unë me ata jam, se ata shqiptar jam. Jo, po nuk jam politikan. Besoje se ata e integronin vendin. Nuk besoja, jo. Kush tha që po përderisa ishe me ata? Po nuk do të thotë që besoje. Kush tha që ti rri në një forcë që nuk beson? Po shumë demokrat kanë ngecur në atë forcë për shkak të bindjeve. Sa demokrat ke që kanë ngecur te Partia Demokratike, se janë si puna ime, janë ish të përndjekur dhe themi nuk shkojmë dot te Rama se është komunist, se na ishte rrënjosur në kokë. Kush tha që kam besuar Flamur Nokën, Albana Vokshin? Më ka pyetur mua njëri ta bëj ministër Mulin? As ty s'ka pyetur njëri, se patjetër që do jepim tjetër përgjigje. As për ta bërë Albanën, për t'i dhënë letë ndërtimit, as për Tritanin, edhe për t'i futur në për lista, nuk janë pyetur demokratët. Është pyetur vetëm Saliu. Pse tek Rama pyet socialistët për të marrë vendime? Po unë mendoj kryetarokracia funksionon. Po kryetarokracia është bërë bashkarisht në 2008 u bë kryetarokracia. Dhe u vulos përsëri para 3 muajsh. Domethënë këta të dy bashkëpunojnë bashkë për të mbajtur Ramën pushtet. Kjo është. Dhe unë ta besoj atë gjë. Qofse Saliu punon për të mbajtur Ramën, atë po rrip direkt me Ramën, pse të jem ndërthoras me Saliun. Kështu që prandaj ju them, Shqipëria në BE është një fakt dhe është një fat që mund të ndodhi brenda vitit 2030 për shumë faktorë të ndryshëm. BE-ja është plakur, s'është plakur, mund t'i themi 500 muhabete të ndryshme siç dëgjojmë nëpër banaqe televizive. Por di të them që ky proces po punon me përshpejtim me qindra persona çdo ditë duke bërë detyrat e shtëpisë. Janë shumë të rëndësishme detyrat e shtëpisë. Për çdo kënd që mendon që detyrat e shtëpisë nuk janë të rëndësishme, atëherë do të thotë që ne nuk e besojmë që kjo gjë mund të ndodhi. Po Shqipëria në vitin 2013 do jetë krah për krah shoqeve të saj të Bashkimit Evropian. Duam apo s'duam ne? Do apo s'do Këneta? Do apo s'do Bufi? Dhe në fund fare shishen e shampanjës do t'ja lëm ta hapi Gazbardi, sepse ai është personazhi më si qershia mbi torti gjithë parlamentit të 2021. Çfarë ke me Gazbardin? Jo, s'kam gjë, thjesht po them, është simboli i fitores imagjinare të Qarkut Fierit, prandaj kjo është opozita shqiptare. Të mirë, po ti rrin Tiranë aty ku je në listë, pse shkon në Fierdi? Po se ne këtë kemi të mirë që ku kemi miq dhe shok, sugjerojmë që të votojnë, kështu që kjo është. Ndërkohë, së fundmi në këtë fushat, çuditërisht po ndodh diçka që e pazakont. Jo, aq e pazakont, po duke qenë se Lulzim Basha nuk kishte kohë, që nuk ishte më protagonist, rikthimi i tij dhe duket sikur ka një pak të fshehur, ose më saktë që kryeministri Rama ndoshta po jep një dorë ta ndihmoj pak në publik për të qenë protagonist, hidhe prit me njëri tjetrin çdo ditë, besoj i ke ndjekur. Mund t'i çoj kjo lloj strategjie vota Lulzim Bashës? Meqense i njeh demokratët po ta bëj këtë pyetje. Nuk e di ai çon vota Lulzim Bashës, por ditë ta karakterizoj me një fjalë. Lulzim Bashka. Dhe pse mendon se po bëhet kjo për të sfumuar Berishën për shembull? Nuk e di. Se kam iden fare se për çfarë po bëhet. Mendoj që as Berisha as Basha nuk kanë pikë vlere për Ramën dhe një gjë është e sigurt që Rama nuk të fal asnjë votë. Nuk bën asnjë gjë për t'i falur. Nuk do t'i fali Rama vota. Po nuk i fal asnjë votë, as Lulzim Bashës as Sali Berishës. Edi Rama po i vën në lojë të dy këta për t'u treguar demokratëve që pa vëmendjen e tij, këta dy nuk kanë asnjë lloj shprese në këtë vend. Është si puna e saj që po nuk të përmend emri, fillon dhe harrohesh. Është ajo lufta politike në parlament ku ministrat që nuk dëgjohen i luten deputetëve të opozitës aman më shaj pak që të më gjoj kryeministri. Kjo lloj filozofie. Se ndodhe kështu? Patjetër, ka ndodhur. Ka ndodhur gjithmonë. Prandaj ju them që Edi Rama, domethënë Lulzim Basha dhe Sali Berisha
janë në një lojë duke, domethënë Rama po tallet me ta. Rama po i vën lojë me ta dhe Rama ka një strategji shumë të mirë për të thithur vota të djathta. Në çdo listë të Partisë Socialiste, patjetër. Dhe do ketë efikasitet. Në çdo listë të Partisë Socialiste ke nga një demokrat që mund të bazohesh dhe mund të marrë vota të djathta. Kështu që në çdo qark. Kështu që pa merak se të dy këta bëjnë autogolet e mëdha që vazhdojnë dhe i përgjigjen Ramës dhe bëhen pjesë e lojës së tij. Çfarë mendimi ke për qasjen dhe formulën që ndoqi kryeministri Rama për të hartuar listat? Formulën. Si duken listat e Partisë Socialiste ndryshe? Atëherë, Partia Socialiste ka listat hapura dhe listat mbyllura ku pak a shumë të rinj dhe personat politik, në kuptimin drejtuesit e qarqeve, janë futur në listat të mbyllura për shkak se të rinjt, për ti mos t'i përplasur me më aktivët në politikë, ndërsa drejtuesit e qarqeve për mos të prishur balancat, pasi një drejtues qarku patjetër që është më i privilegjuar në listën e hapur sepse ka strukturat që e mbështesin. Unë shikoj një larmishmëri në këto listra, pasi keni profesione të ndryshme, keni persona të cilat ka dhe persona jo politik, ka persona të ardhur rishtazi nga platforma deputeti që duan, dhe kjo nuk është një proces fars, po është një proces që unë e kam ndjekur nga afër dhe shikoj realisht djemë dhe vajza të ardhur nga akademia politike dhe nga platforma deputeti që duam, që janë bërë pjesë e listave të Partisë Socialiste. Nuk është e thënë që të gjithë të fitojnë në listë. Nuk është e thënë që të 37 deputetët që janë në Tiranë të dalin deputet. Gjithë secili ka një detyrë për të bërë dhe ajo detyrë do të realizohet sipas asaj që i është ngarkuar dhe në fund fare i shërben kauzës së Partisë Socialiste për të marrë 20 mandate dhe 21 mandate në qarkun e Tiranës dhe në çdo qark ai projekcion që është vendosur nga partia. Kështu që shikoj në Partinë Demokratike një përplasje, futje në primare, një proces fars, në fund një agravim, një agjitim, një luftë të brendshme të papar, pasi statuti nuk thot të bëhen primare, Saliu bën primare, në fund fare fituesi i primares del fare jashtë nga lista, nuk futet fare, dhe në fund fare ata që mërziten me Saliun vinë te PD-ja, tek PS-ja dhe në fund del rezultati që humbet zgjedhjet dhe thot na i vodhi Rama. Jo, nuk vin gjithë PS-ja, për shembull ju e keni ftuar Dashnor Sulën, që u zgënjye nga Berisha, po s'ka ardhur akoma. Nuk di ta ketë ftuar një Dashnor Sulën nga Partia Socialiste. Po patjetër, publikisht edhe Edi Rama retorikën e tij. Nuk di ta ketë ftuar njëri Dashnor Sulën. Është ftuar. Nuk di ta ketë ftuar, thash. Ka dhe ftesa indirekt. Po, dakord. Nuk di ta ketë ftuar njëri Dashnor Sulën. Edhe një kandidate juaj apo Basanin e ka bërë ftesë. Dashnor Sula është i mirëpritur në Partinë Socialiste ose të mbështes Partinë Socialiste sepse po nuk e bëri, nuk do ta çliroj kur PD-n nga kufoma politike e tranzicionit 35 vjeçar Sali Berisha. Për sa kohë demokratët, të cilët kanë peshë si Dashnor Sula apo shumë të tjerë, lihen jashtë, përdosen dhe në fund të ditës anatemohen nga çdo ekran, nga të besuarit i Sali Berishës, kjo parti nuk do të funksionojë dhe do shkojë drejt vdekjes klinike, më keq se çka shkuar deri tani. Dashnor Sula duhet t'i jap një mësim që të bëj fushat fort kundra, të tengoj veten dhe në fund fare t'i jap përgjigjen e merituar Saliut, Gazit, Dashit e këtyre çka janë këta të tjerë që bëjnë. Këto xhaketat e vjetra që Rama i la edhe këtë herë në zonën e rrezikut, mendon se do ketë shumë prej tyre që do të vazhdojnë të qëndrojnë në parlament? E thash në fillim të emisionit, çka kanë mbjellur 4 vjet do korrin. Po mirë, po flas xhaketat e vjetra që janë protagonistë, se nuk po të flasun për emra anonim, se anonimët as nuk më kujtohen mua, kështu që jo më thuaj një xhaketë të vjetër. Po mirë, për shembull Fatmir Xhafaj. Se njoh. Nuk e njeh. Është po pastaj. Jo se nuk e njoh politikisht, more se di kush është Fatmir, se kam pas koleg. Po si nuk e njeh, në shkuptim. Se kam parë 4 vite të bëj diçka, këtë po them. Po ai është në krye të një super komisioni për po kur të funksionojë korrupsionin që thon. Po, jam po nuk e njoh, po them që nuk e njoh.
Si banori njësis 7 që është ngjitur me njësin 10 nuk e kam parë ndonjëherë. Mimi Godeli. Patjetër që e njoh. Shumë e respektuar, shumë e mirë, uroj dhe shpresoj të fitoj. Jo, pyetja ishte e përgjithshme, nga që janë në zonë rreziku, a do mund të thyejnë? Nuk ka rrezik e dashur, Edion. Nuk ka rrezik. Listat sigurta pra, nuk ka do të marrin shumë vota, jo, ai ka marrë para 4 vitesh votat Fatmir Xhafa, se ai ishte një rast rekord faktikisht. Se po dëgjoj tani se mirë pra, po nuk është kaq e shpesh. Kastile ta thash që nuk e njoh. Është me kunj biseda. Fatmir Xhafa ka marrë 16.000 vota zgjedhjet e kaluara. Pastaj po të marri 3.000 vota Fatmir Xhafa sot do të thotë që ka dështuar si politikan, ka dështuar çdo gjë. Një deputet që ka marrë 16.000 vota para 4 vitesh, unë pretendoj që nëse ka marrë 3.000 para 4 vitesh, pretendoj të marrë 7 sot. Se aktiviteti politik është gjithmonë në rritje. Këtë mendoj unë. Më jep një koment për faktin që në Tiranë, siç kërkon ti vota në listë hapur, kërkon edhe ai që ti kontribove indirekt apo direkt për të qenë në qeli Ilir Meta. Shedi, mund të them vetëm kaq që nëse ai fiton në listë hapur, çfarë do thot për ty? Si e përkthen ti? Nuk fiton në çfarë? Si fiton? Bëhet deputet. Është kandidat në listë hapur, po vota pra nga qytetarët, po bëhet deputet, se çdo bëhet. Besoj se fiton. Nuk besoj se ndo. E para njërë nuk merr më shumë se 12 mandate PD në Tiranë. Vetëm po hoqi 2 nga vetët për t'i liruar vendin vetes ti. Po nuk merr Ilir Meta vota dhe nuk del deputet. Nuk ka asnjë lloj shansi, nuk ekziston shansi. Po të rinjve i druhani që mund të marrin aq vota sa do të marrin, po kush të rinj? Gërryejnë ata në elektorat. Kush të rinj? Partitë e reja apo të rinj brenda partive? Tani sa herë që ju bëj juve të mazhorancës këtë lloj pyetje, përgjigjeni gjithmonë me pyetje. Tani pse bëni sikur si njihni? Po pra kush të rinj po të them? Adriatik Lapaj. Po. Endrit Shabani. Po. Arlind Qorri. Po. Edhe një parti të re, edhe pse Agron Shejaj për shkak ka qenë PD, po ka krijuar një parti të re. Unë uroj dhe shpresoj. Përshtypje këto fare? Jo, s'na bëjmë përshtypje fare. Po pse? Pse nuk e konsideron? Po s'na bëjnë se nuk janë. Apo është arroganca e pushtetit? Jo, s'është arrogancë, unë s'kam pushtet. Unë jam pa pushtet. Po mirë pra, po pse nuk i konsideron ti këta? Të rinj janë këta, si ty. Po pra, ma gjë, unë uroj dhe shpresoj që këta të jenë të gjithë në parlament. Nuk i bën asnjë dëm parlamentarizmit të kemi forcat e reja në parlament. I konsideroj patjetër se kanë nisur një rrugtim të cilët kanë shprehin një platformë apo kanë një qasje që duan të bëjnë diçka ndryshe nga të tjerët. Paçka se në shumë pika nuk bie dakord, sepse politika nuk është vetëm populizëm, do edhe të provohesh njëherë, po gjithsesi uroj dhe shpresoj që të gjitha forcat që garojnë të kenë nga një mandat në parlament dhe të përfaqësohen. Në fund fare dhe shqiptarët i shikojnë se nga e thëna në të bërë është në mes një deti tërë. Kështu ti shikojmë, duke i mandatuar ti shikojmë qasjen që do shkojnë te Berisha, do shkojnë te Rama, a do rrin, do ta çojnë vend. Atë se do bashkojnë këta me, po ata i kanë shpallur si vija të kuqe. Pse mendon ti se? Vija të kuqe kur? Para zgjedhjeve. A do shkojnë me Ramën këta? Ju keni pas zgjedhjeve? Jo me Ramën, more. Po me ko di, mund të shkojnë me Berishën, mund të shkojnë me Ramën, mund të shkojnë me të gjithë. Po tani sipas duke ndjekur qasjen tënde, ata nuk mund të shkojnë me Humsin. Nuk e di, nuk e thashun se do dalin nesër titulli Halit Valteri thotë që këta. Jo, po ata Ramën dhe Berishën e kanë vit kuqe, ndoshta ndryshojnë, nuk e di. Ne të dy kemi disa vite që njihemi dhe ti ke parë ja 3-4 qeveri të paktën që kur të njoh fund që janë ndruar. Ka pas vija të kuqe para zgjedhjeve, vija të bardha mbas zgjedhjeve, bëhen vije shila ato, bëhet jo po për hir të integrimit, jo për hir të kësaj, për hir të asaj. Kështu që le t'i lëm të lirë, se unë i kam dhe në Këshillin Bashkiak partitë e reja. Po kishin vit kuqe para zgjedhjeve, pastaj në fund fare rrin mbas derës kryetarit të bashkisë. Kush e kush marrë hallet e veta, kështu që ti lëm të lirë shqiptarët votojnë, t'u japin besimin dhe në fund fare të zhgënjehen me pozitivitet me këta të rinj që përbetohen që do luftojnë si Skënderbeu në fushat e betejave dhe këtej e ka një dorë në Revani, një dorë në baklava. Ose në kadajf. Tani, te rezultati për të mbetur, kur po bisedonim para nisjes së emisionit, kishe një pritshmëri shumë të madhe
jo vetëm për fitore të PS-s, por fitore nga këto me mazhorancë të cilësuar gati. Pse ke këtë pritshmëri, këtë bindje kaq të fortë, sa kohë kjo forcë politike kërkon mandatin e 4 dhe mban faturën e konsumit minimalisht mbi kurriz? Sepse njoh dhe palën tjetër. Kemi 2 ekipe në fushë betejë ose në fushën e lojës, po i bëj ekipe futbolli dhe shikoj cilësinë dhe fuqinë e ekipit tjetër që e njoh shumë mirë, e njoh, domethënë jam rritur atje, e di se si funksionon dhe njoh dhe strukturën dhe se si punohet, paktën prej 3 zgjedhjesh, 2 parlamentare, një vendore të këtij ekipi. Partia Socialiste është një parti shumë e organizuar, është një parti e cila nuk punon muajin e fundit fushatës dhe të ngremat të frymën revolucionare për të marrë votat, por është një parti sistematike, është një parti pranë qytetarëve, me të mirat, me të këqijat, me gabimet që mund të ketë, sepse konsumi i pushtetit 12 vjeçar bën veten, por di të them që është shumë herë më i përgatitur, është shumë herë më i mirë, ka emra shumë cilësor në krahasimisht me ata që kemi përballë dhe është pranë qytetarëve. Dhe unë do ta mbajmë shënim këtë dhe do ta diskutojmë pas zgjedhjeve. Partia Socialiste merr minimalisht 3 ose 4 mandate më shumë se në 2021 këto zgjedhje. Po gjithë ato afera korrupsioni në 12 vite qeverisje, gjithë ato llogarit hapura me SPAK-un të eksponentëve të rëndësishëm të saj, nuk do të bëjnë firo në fund? Do të bënin shumë firo nëse Partia Socialiste do të bëjë mburoj e personave të korruptuar ose personave të cilët kanë llogari për të dhënë para drejtësisë. Unë mendoj që Partia Socialiste e ka të qartë që kur është krijuar drejtësia e re, ja ka bërë të qartë gjithkujt, që nga pozicioni më i ulët i antarit deri te kryetari i partisë, që kushdo që ka llogaridhënie para drejtësisë duhet shkojë të mbyll hallet me drejtësisë dhe nëse del i pafajshëm të kthehet në subjektin politik. Nëse nuk del i pafajshëm të vazhdojë rrugën e tij për të kryer atë dënim që mund të marrë nga drejtësia. Kështu që ndryshimi jonë është që ne jemi garantori drejtësisë. Rama dhe qeveria Rama thotë që ekzistenca e SPAK-ut do të jetë, reforma do të funksionojë, mbështesim reformën ashtu si dhe partnerët tanë, ndërsa Këneta me bufin e saj ka çdo ditë me kukuvajkat që i nxjerr në qarkullim. Bufi simboli i mençurisë. Mençurisë, po ashtu, nëse është bufi, sipas bufit. Se ju e keni për buf shqiptar, nuk e keni për buf. Po me qenë Skënderbeu vinte bufi në flamur, nuk vinte shqiponjën, kështu që. Jo, e kanë seriozisht, për shembull në Amerikë e kanë simbol të mençurisë. Na i hapi sytë edhe Evi Kokalari para të ditësh. Po unë po të them këtë gjë. Që nëse që se Evi tallet me atë pjesë. Nuk është se e thot seriozisht. Jo, ajo thot që e ka mësuar strategu i fushatës. Po tallet. Se Evi ka unë ndjek Evin dhe Evi tallet me Lasivita, me Salion, me Belon, se i ka njohur nga brenda. Dhe e kanë mashtruar, e kanë gënjur dhe i ka kuptuar se për çfarë e mbajnë Partitë Demokratike atë. Prandaj them që tallet, Evi shkret tallet me këta. Ideja është këtu që bufi dhe kukuvajkat thonë nga mëngjesi deri në darkë hardhucave dhe zhapikëve që i rrin poshtë dritares, që ne do ta shkrijmë SPAK-un dhe premtimi elektoral i Sali Berishës për botën e errët, për kriminalët që takon Zeni nga mëngjesi deri në darkë, në për skutat ku fshihet i thot, na mbështesni neve sepse babi do ta shkrijë SPAK-un. Na mbështesni neve se përgjimet e Sky Encros dhe problematiket që keni me SPAK-un do të mbarojnë, do të marrin fund sepse plaku do ta shkrijë atë institucion dhe nuk do të ketë më drejtësi. Është deklaratë shumë e fortë. Po, e kam thënë, nuk është hera e parë që e them. Është e vërtetë kjo. Patjetër, se nëse s'është e vërtetë do më kishin degdisur atje ku degdise. Mirë, se ti nuk i ri nga pas edhe i dëgjon ata tani se. Po, ti nuk. Deklaratë politike kjo apo? Unë jam te partia patronazhistëve, ne dim çdo gjë. Kështu që ju mburreni, krenoheni me patronazhistët. Po se nuk është që e keqe patronazhist. Dhe po ta dish patronazhimin e kemi filluar ne te PD-ja në 2009-ën. Po si çdo gjë që ata din ta shkatrojnë, nuk din ta bëjnë mirë. Kështu që po të them, ku ndahemi ne me këta? Ne ndahemi me këta sepse këta nuk duan një drejtësi, duan një drejtësi plepash, një drejtësi rumpall, një drejtësi me prokuror që kanë ardhur.
sulmoi disa një drejtësi pastaj me prokuror dhe gjyqtar që kanë ardhur me të mbathur athesi dhe sot lëvizin me Maybach 500.000 euro në për Tiranë dhe sot i ketë sigurt në për listat e kandidatëve, me drejtësi me njerëz që janë shkarkuar nga vettingu dhe sot po riciklohen politik. Nuk është rasti i parë, por ka disa raste brenda Partisë Demokratike, me një drejtësi ku është komandohej video përgjimi i Ilir Metës ku kap duke shfletuar atë bllokun që është i veshur me lëkurë shqiptarësh dhe shkronjat janë gjaku i shqiptarëve ku shkruheshin shifrat e korrupsionit dhe votonte gjykata e lartë në unanimitet për ta nxjerrë video përgjimin të parregullt. Flasim për një drejtësi ku viktima të shumta të kësaj politike të mbrapsht nuk bën dot drejtësi për 21 janarin, ku 26 viktima ranë në biznesin e djalit të Saliut dhe asnjë nuk u dënua, apo u dënuan me pak vite burg dhe sot janë biznesmen të fuqishëm nëpër Tiranë. Nëse ne aspirojmë të kemi këtë lloj drejtësie, atëherë më mirë ta lëm fare këtë punë dhe mos merrem me politikë. Ne aspirojmë të kemi një drejtësi ku edhe kur akuzohet personi më i fortë politikisht është kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, Partia Socialiste nuk i bëhet mburoj, por kërkon standardin. Nuk i bëhet mburoj për akuzat që ka, por thotë të zbatohet një standard. Dhe një qeveri e cila kërkon standard, për standard, është standard ndërhyrja e kryeministrit në Bashkinë e Tiranës për shembull. Çfarë po ndërhyn kryeministri? Po firmos leje ndërtimi? Po jo. Çfarë po bën? U shkarkuan njerëzit e Erion Veliajt, u emërua një njeri. Po ti tani mos bëj sigurisht. Kush i thot mos s'ke përgjigje. Unë kam qenë aty, jo më kam përgjigje, vazhdo më pyet. Okej, jo të pyet akot meqense e përmendë. Pra çfarë po ndërhyn? Se ndërmend fare, po meqense e përmendë. Çfarë ndërhyrje bën Edi Rama Bashkinë e Tiranës? Më thua një gjë konkrete. Po të pyes, ti ke koment, s'ke koment, je po mos e jep. Po pra nuk po bën, se nuk as po firmos leje ndërtimi aty ku e ka Meraku në opozita. Dakor. As po emron dhe shkarkon njerëz, po ka një këshill bashkiak që merr vendimet. Po pra, se këshilltarët opozitarë të opozitës nisën edhe letër në Komisionin Evropian për ndërhyrje të... Ata kanë nisur letër dhe në hënë, more. Ata biles po presin që të vi Trumpi t'ju hapi hapjen e fushatës tani, se kështu kishte thënë Baca Sali. Trumpi vetë. Që ata kanë kontraktuar. Vetë Trumpi. Me gjëra fjala si duket kontraktimi La Civitas? Ai është djali më i mençur që ka Kurgjenca Budallën dhe Umer Lekët këtu, ai është perfekt. Është personazh jashtëzakonshëm. Nuk do të ketë asnjë lloj ndikimi. Un po të mundet, po të më dëgjoj se nuk kam kontakt me të, ti them të lutem ngrije sa më shumë atë shifrën. Se ka Fatmiri lek sa të duash. Ka lek sepse kanë vrarë 26 veta në Gërdec dhe me paratë e Gërdecit po paguhet. Këtë ta di, është pak po e sigurt. Dhe ato videot me zgërdhirje nga Washingtoni me njëri tjetrin, ai ndoshta nuk e di, po janë vrarë 26 veta në Gërdec për të paguar ti. Duhet thënë atij zotërisë. Është shitur gjithë armatimi i ushtrisë për të paguar ti. Do thënë atij zotërisë. Janë shitur miliona euro nga Ministria e Bujqësisë e Mjedisit për të paguar ti. Dhe kjo është standardi dhe La Civitas po bën gabimin më të madh që e ka ulur ai shumë, do ta ngrej sa më shumë. Po sa ku e di ti sa e ka ulur sa për publike njërin. Njërin e kanë bërë publike. Unë nuk e di për shkak. Po kalon $1 milion. Publike. E kanë bërë publike këtë faturën? Po është fatura publike. Po se bën Saliu, po këta harrojnë diçka që deklarohet në fara. Aty ku nuk ishte harruar ai Ilirit i fshinte. Kështu që milionat e shqiptarëve shkojnë për La Civitas, i cili pretendon t'i sjell Trumpin, t'i hapi fushatën Saliut, ndërkohë demokratët janë 12 vjet të lënë rrugëve, janë 12 vjet që shpresojnë që ylli polar në ngjitje dhe më i riu i Partisë Demokratike Tritan Sheu të sjellë ndryshimin në Shqipëri. Këtë herë gjithmonë i prezantojnë këta edhe pse bëjnë një fushat deri diku me nuanca tallavaje. Të dyja partitë për shembull i kanë prezantuar tashmë programet e tyre. Berisha për shembull akuzon Ramon se i ka kopjuar programin.
Po sepse aty ka për shembull premtime që pensioni do të bëhet 400 euro, ndërkohë që deri më tani kryeministri gjatë gjithë kohës argumenton me shifra, me statistika se nuk e rrit dot pensionin për shkak të gjithë analizës që ai i bën kësaj gjëje. Domethënë, nga ana tjetër, programi i Partisë Demokratike, për shembull, nëse e shikon ftohtë, nuk duket aq keq, janë premtime të majme ato. Të arritshme. Të majme janë, po sa të arritshme, janë të arritshme shumë. Janë për te shakave, se kur flasim për pensionistët, nuk mund bëjmë as ironi politika, as gallat, siç mund bëjmë për programin e Saliut. Ne trashëguam një sistem pensionesh mizerabël gjatë kohës qeverisë Berisha. Rritja e pensioneve ka drejt për drejt të ndërgjegjësimi i atyre që paguajnë kontribute. Duke nisur nga ata që e kanë rrogën 800.000 dhe deklarojnë 400. Dakor, po, përderisa këta kanë prezantuar programe, pse nuk i përmbahen fushatës me programe? Po ka pasur një program në Shqipëri. Tallava, po pse duhet bërë fushata me bufa, me hardhuca, me bretkosa, ashtu janë ata bufa, hardhuca, bretkosa, krimba, ashtu janë. Po pse kështu bëhet fushata? Ashtu janë. Po ata mund të jenë si të duan. Ora ashtu janë. Fushata tek elektorati yt duhet të jetë me program, se duhet të jetë nga mëngjesi deri në darkë me bufa apo me hardhuca. Po sepse ashtu janë, është një moçal që nuk ka vlerë. Sepse shqiptarët e kanë të qartë programin, e shikojnë ndryshimin çdo ditë. Me të mirat dhe me të këqijat. Tani ka hyrë në lojë Spaku për një rol veçantë, shumë të rëndësishëm, siç janë krimet zgjedhore. Ambasadorët më të rëndësishëm të akredituar në Tiranë realizuan së fundmi edhe një takim me Altin Dumanin. Beson ti tek roli që do të ketë tani Spaku për krimet zgjedhore të 11 majit? Unë dua shumë që ky organ të godas me forcë çdo kënd. Meqense e ke bërë si shpinë e dytë Spakun, edhe mund të komentosh më mirë. Uroj që ky organ që është ngritur, ky komision apo si mund t'ia vëmë emrin, për struktura për krimet zgjedhore, të ndëshkoj me forcë çdo kënd që përpiqet të deformoj vullnetin e qytetarëve. Do denoncosh ti edhe nëse këto ishe nga krahu yt? Unë ti të them vetëm diçka, që kudo që mendoj që më preket një vot, të jemi pari që të denoncoj kuti. Jo, e kisha edhe brenda partisë tuaj, Po brenda partisë po ma vodhën votën, mos e po doja s'ma vjedh 10 votën aty mu. Unë këtë po të them. Po ma mori votën, ma merr brenda partisë, se po doja. Flas për një episod që si e ti i përfshirë. Po nuk po qesh në qendrën e votimit, thotë. Po konstaton ti një episod kriminal në këtë aspekt dhe ti nuk ke lidhje, por patjetër. Duhet ta denoncosh. Patjetër që po. Qoftë se e ke parë. Të jap fjalën e nderit dhe fjalën e burrit që e bëj. Ja do ta shohim mbetet për të parë. Nëse jam aty dhe konstatoj diçka patjetër që po. Nuk të kam pyetur, ti beson që zgjedhjet këtu zhvillohen të lira, të ndershme? Votimet, jo zgjedhjet. Në Shqipëri, në Shqipëri s'ka pasur zgjedhje për 35 vjet, ka votime. Shkojnë njerëzit dhe votojnë. Po beson tek procesi i ndershëm? Për sa kohë kemi votime dhe jo zgjedhje, përgjigjja është brenda. Po çfarë kuptimi ka kjo përgjigje, sa kohë ti je pjesë e një, atëherë kohë ti je bërë pjesë ti? Po ata lëm fare procesi votimi, ëh? Nuk them ta lëm fare. Po se nëse ti nuk beso ke këtë të parën. Po kuptoje se çfarë po të them. Ti je pjesë e kësaj gjëje. Po jam pjesë e kësaj gjëje, sepse duhet që ti jesh pjesë e sistemit që të kërkosh ta ndryshosh sistemin. Nga kafja te 15 kaçi nuk ndryshon dot sistem. Po ti jesh në tribun, nuk ndikon në rezultatin e lojës. Po ti jesh në lojë, ose e përmirëson ose e përkeqëson lojën. Se ky është gabimi këtu. Po mos ta lëm fare se ti nuk ndryshon dot gjë. Nëse nuk je pjesë e parlamentit, nuk ndryshon dot për përmirësuar ligje. Hajde shkojmë ne vetë të dy sot propozojmë një ligj. Na e merr njëri përsipër? Ne të dy, hajde shkojmë. Thoya, shkonim lidh 20.000 firma të tjerë dhe hajde ma sill ta shqyrtojmë komision. Listat e hapura që partitë politike i kanë frikë duhet jenë fakt. Dhe atëherë ke zgjedhje, jo votime. Sepse ti bëj një zonë zgjedhore Shqipërinë, bëj një zonë zgjedhore të gjithë Shqipërinë, siç e kanë vendet e tjera të rajonit. Dhe nxjerrim surratin gjithë dhe të kërkojmë vota në rang kombëtar për veten. Dhe i shikon pastaj këta xhaketat vjetra, roz, kafe, jeshile, dalin nga penxherja e parlamentit, jo nga dera. Prandaj them që ka votime, nuk ka zgjedhje. Dhe
kur thuhet që ti je pjesë e kësaj dhe pse je futur këtu kurse beson, duhet patjetër ti jesh pjesë e gjës që të bësh ndryshimin. Duhet ti jesh pjesë e parlamentit të Shqipërisë që ti të ngresh zërin, të bërtasësh fort dhe ato çka shikon dhe dëgjon në rrugë, dhe ato çka shikon dhe dëgjon në biseda ku me bashkëmoshatarët, me moshën më të madhe, me profesionet e lira, me njerëz cilët punojnë gjithë ditën për të mbajtur familjen dhe shpreh ato gjëra ti vësh në jetë dhe t'ua thuash shqiptarëve nga ajo foltore dhe ti përkthesh në projekt ligje. Po hajde se po rrim aty te kafja PD-s, o te kafja PS-s, o aty te opera, se janë bërë ato lokalet e bukura dhe po hedhim nga i fjalën e kjo gjëja duhet ishte bërë kështu. Nuk ndryshohet asgjë nëse nuk je atje. Të bëhemi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 të rinj. Prandaj i them, bëj apel, votoni të rinj, moshat e reja. Të bëhemi 10 të rinj se jemi 100 herë më mirë se 10 të vjetër dhe të bëjmë diçka siç e mendojmë dhe siç e duam, pa pasur frikë nga sistemi dy kryetarëve. Dhe ti je e sigurt që politika ose gjërat arrin duke ju imponuar të fortëve, sepse i forti nëse ti nuk i imponohesh të shtyp me këmbë. Shumë po paralajmërohet këto kohë që deri më 11 maj do të ketë arrestime të bëshme nga radhët e politikës, korruptuar nga ana e SPAK-ut. Madje thuhet që shumë nga ata që do janë në lista nuk do t'jenë, rrezikojnë. Uroj dhe shpresoj ke informacione për këtë ti? Ke pritshmëri? Po kam ca informacione, po që do të thotë që shumë njerëz që kanë vjedhur do hyjnë në burg. Është shumë e thjeshtë. Edhe pse janë lista të hapura, dhe pse janë lista të mbyllura, ca e kanë lëshuar fushatën fare, s'po bëjnë fare se e din përfundi. E din ata çfarë kanë bërë. Dhe po filloi një hetim, dhe po filloi prokurori të marrë 1, 2, 3, 4, 5 informacione, dihet përfundimi. Dhe nuk për aksione që do të bëhen para 11 majit apo? Ore të bëhen kur të duan. Është e rëndësishme kjo. Nuk është e rëndësishme fare. E komplet konfigurimin. Jo, konfigurimi, zgjedhjet janë 11 maj, po konfigurimi do bëhet në shtator. Deri në shtator do kesh një 10 veta që nuk do ta shohin dot atë sallën. Edhe pse do janë të sigurt nëpër lista, si majta si djathtat. Kështu që kush nuk ka vjedhur 300, mu nuk më intereson fare. Bëjnë çfarë të duan. Mu më interesojnë qytetarët e Kamzës, Pasuqanit, Bathores, njësisë 1 deri te njësia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, kudo në Tiranë deri te 14 të qytetarët e Vorës, qytetarët e Kavajës, qytetarët e Rogozhinës që kanë një mundësi për të më dhënë një vot, kanë mundësinë për të mandatuar një djalë të ri që flet dhe nuk hesht, dhe nuk ka frikë nga subjekti i politik, dhe nuk ka frikë të ngrej zërin dhe pse bëhet fjalë për gabimet që bën subjekti politik, dhe nuk është nën tutelen e kryetarit të partisë. Kjo më intereson. Pa do arrestohen ish ministra, ish kryeministra apo ca deputet majtas dhe djathtë, asnjë lloj problemi s'ka. Më mirë i bëhet që dhe unë uroj dhe shpresoj të arrestojnë para zgjedhje. Një ditë para 11 maj, me 10 maj të arrestojnë palaçot. Nuk ka fare të bëj fare për shqiptarët. Mos uro kështu se mund të bien nga partia jote për shembull. Po çfarë problemi ka? Un po them pra, partisë time dhe të partisë tjetër. Uroj dhe shpresoj të ndodhë në 10 maj, më një natë para zgjedhjeve. Po nëse do ndodhte me kryeministrin, kështu do thoje? Po nëse është në hetim, po edhe nëse ka vjedhur para, patjetër që po. Nëse ka prekur, ja një sekond ta them këtë, se nuk kompleksohem fare ona me emrat përveçëm. Nëse kryeministri i vendit vjet në akuzë nga SPAK-u, vërtetohet që ka shpërdoruar detyrën, ka shpërdoruar besimin, patjetër çfarë problemi ka unë? Unë se kam baba kryeministrin. Unë do mërzitesha shumë nëse arrestohet Xhezari Valteri, se më ka bërë kokën. Pa i shkreti merret me tulla. Tullat nuk janë subjekti i SPAK-ut. Po keni për të bërë në një gjë me tulla, ju ndërhyj të merrni, po bëj çik reklam babës, të merrni çmime me preferenciale, me shoqëri me miqësi, kurse për çdo njeri tjetër në këtë botë, për çdo njeri tjetër, përveç 2 fëmijëve të mi, nënës, babait, që në kuptimin janë njerëzit e mi, dhe s'kan lidhje me politikën, pas më bëhet vonë fare. Tani, meqense më kujtove Kavajën, si është e vërteta e kryebashkiakut, se duket sikur po flirton pak me Partinë Socialiste, për shembull nga ai episodi me kryeministrin, tani së fundmi u pa në një tjetër episod me kryeparlamentaren Spiro Pali, apo s'ka gjë të vërtet këtu? Apo s'ka informacion për këtë? Po Fisniku është djalë qytetar, nuk është e thënë që po i fole një të majtë ose po jenë një aktivitet me kryeministrin, ku janë gjithë kryetarët e bashkisë po flirton me kryeministrin. Domethënë vetëm mendjet e smurat Saliut dhe mediave afër Saliut e bëjnë këtë lloj gjë. Fisniku bën mirë që të shikoj nga ardhmja
të lërë Kënetën dhe Lucin dhe t'i bashkohet një forcë politike e cila i vlerëson realisht të djathtët. Pastaj, se çfarë bën Fisniku është punë e tij. Unë e përshëndes Fisnikun, e kam pasur shok, e kam mik dhe tek e fundit ka fituar Bashkinë e Kavajës me forcat dhe me meritat e tij. A preti ndonjë ndikim indirekt, sigurisht, nga administrata Trump në zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri? Po, ata po interesohen. Tani nuk kemi as ambasadorën e këtu edhe se ishim mësuar më përpara që pa mbaruar edhe procesi i zgjedhjeve certifikohet rezultati me deklarata nga ambasada. Çdo ditë të hënë në mëngjes Melania. E kemi pas si rojtar, po them. Çdo ditë të hënë në mëngjes Melania i afrohet Trumpit dhe i thotë ç'u bë me Shqipërinë. Po mirë, unë nuk thash ta deri këtu ti për shkak. Çfarë bën Saliu? Po Albana. Mulin si e kemi. Aman të keqen si kemi këta. Si keni gjithë kështu përgjigje klishe, domethënë. Po nuk është klishe, more këtë po them. Po si çfarë ndikimi do ketë administrata Trump në zgjedhjet në Shqipëri? Aman lutem, se është dhe pyetje klishe kjo. Me që pa që ta shteroj tamam gjën, nuk ka me qenë se ka pretendime të tilla nga radhët e opozitës. Po pra këtë po të them pra. Pse nuk e radhët e opozitës ka pretendime të tilla, thash. Ore, keni ju këtë pretendim apo e ka opozita? Po kam unë, ç'lidhje kam unë. Okej, pra këtë po të pyet. Dhe unë po t'ja përgjigje për opozitën, pra. Ty s'pëlqen ç'a të them. Në mëngjes zonja e parë çohet dhe pyet, zemra ime, Donald, me Saliun ç'bë. Po ndërhyn gjithandej. Me Saliun ç'bë të keqen. Me vendimet e bujshme të Donald Trump. Me Albanën, aman të keqen se e kemi kryetaren e gruas pro-amerikane në gjithë botën. Me mulin pa shkop ç'po bëhet. Pa manër ç'keni këto. Ku kemi parë ndonjëherë administratë të presidentit, cili do president të Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndërhyjë në zgjedhjet e një shteti si Shqipëria. Pastaj të bëj një pyetje. Ja kam unë një mik. Luftën që i ka hapur Sorosit për shembull. Kam një mik una në Kamës, ja të them diçka, quhet Agim Koleci, po ja përmend emrin se ai më jep lejen. Le të ndikoj Trumpi te Agim Koleci të votoj kundra meje, të votoj për Saliun. Po këtë po them pra. Nuk e shikon fare. Okej. Po them pra kjo, sepse duhet banalizuar çdo gjë që bëjnë ata. Sepse ata shkojnë dhe gënjejnë shqiptarët. Tani që erdhi Trumpi, se po e bëjnë publikisht, prandaj them duhen banalizuar. Tani që erdhi Trump, një sër veprimesh, vendimesh të forta. Ai po kërkon të marrë edhe shtete të tjera nën kontroll, luftë hapur me Bashkimin Evropian. Se ne nuk na kanë fare në kontroll. Ne s'kemi qenë asnjë në kontroll. Ndonjë vendim ku dëgjon. Jo, flas edhe për të gjithë, nuk e kisha të njëjtshme pyetje. A më pyetje për zgjedhjet, më thënë. Unë nuk thash do ndërhyj. Se ndoshta ma ke keq kuptuar pyetjen. Nuk thash do ndërhyj që të favorizoj Berishën, se ndoshta ma ke keq kuptuar. Administrata Trump. Nuk thash të favorizoj opozitën, burr. E bëra më të gjerë pyetjen unë. Po as majorancën nuk e favorizon. Se siç mund të pyesi për Saliun, mund të pyesi edhe për Edin. Po për të dhënë një goditje këtij establishmenti, më burr. Pse nuk e sheh? Po duhet ja japin shqiptarët goditjen e establishmentit, pse? Po ti e di që po na tha Amerika ne, po na jep një mesazh. Po gjyshi im vdiq duke dëgjuar zërin e Amerikës për duke pritur aviona të rrëzonin regjimin e Enver Hoxhës. Çfarë po thoni? Do të vi Amerika ndryshoj establishmentin. Establishmentin e ndryshojnë shqiptarët. Kush ka të drejtë vote nga shqiptarët e ndryshon establishmentin. Po ndojtëm kafe, po nuk shkuam të votuam, po votuam sikur po luan Milani me Interin, me ngjyrime politike, atë nuk ndryshon establishmentin. Po ti e the pak më parë që janë votime dhe nuk janë zgjedhje. Bie poshtë kjo që në dorë pra ata të po them. Kjo është propaganda. Po në dorë e ke. Të lutem. A shkon të votosh ditën e zgjedhjeve? Një pyetje kam. A shkon? Bravo. Kur të shkosh ti të votosh, atëherë do ndryshoj establishmenti. Dhe kur të bësh apel, për këtë duash ti, për një të ri aty. Po ndryshon pra, ndryshon, se duke, po nuk janë të njëjtët pra. Po nuk janë të njëjtët. Apo thua që ke parti të reja? Po. Ha? Po bëj ndryshe, jepja një nga tret, kujdo që të jetë, me që po thua janë të njëjtët. Po ti kishe tjetër mendim. Ora un kam tjetër mendim, po të them çfarë të bësh ti, un jam fushat elektorale. Ti që nuk voton, shko voto kundra të dyjave. Apo të gjitha janë pjesë e diçkaje. Atëherë krijoni një parti të re, që është nuk bëhet asnjë gjë duke ndojtur në shtëpi, këtë po të them.
Po ndojtë në shtëpi, nuk ndryshon establishmenti. Nëse presim Amerikën ta ndryshojë establishmentin, as fëmijët e duas që është goca ime e vogël nuk do ta ndryshojë. Po ti pse kontributin për ndryshimin e establishmentit, po u bëre pjesë e tij? Po sepse vetëm kështu mund ndryshohet establishmenti, duke qenë pjesë e establishmentit, se nuk ndryshohet ndryshe. Ta thash edhe një herë, nga tribuna e stadiumit nuk ndikon në rezultatin e lojës. Nëse bëhesh pjesë e lojës, ose bën gol, ose dëmton kundërshtarin, ose dëmtohesh vetë. Të lash të flisje tani në fund, kështu se ishe me pafos dhe me pasion, nuk doja të ta prishja këtë gjën. Pastaj plus faktit që nuk më takon mua të them tani se çfarë mendoj unë, se do dilnim nga korniza. Mirë, i tham të gjitha, mendoj unë. Do kemi prapë për të thënë, fushata s'ka nisur akoma. Kemi lënë dhe diçka pa thënë. Po njerë. Që duhet t'i bëjmë një apel të gjithë qytetarëve, që votojnë si majta, si djatha, si këtë duan të dalin masivisht në votime. Të dalin masivisht dhe të votojnë për këtë munden dhe për këtë duan. Dhe të denoncojnë fort gjithëkënd që i ofron para në shkëmbim. Ose së të pyeta për shembull, shikon ti që harrova unë diasporën. Ke pritshmëri për diasporën, se ka shumë nga ata që i lidhin pse do ju votojnë ju emigrantët, për shembull Partinë Socialiste, kur gjatë kësaj qeverisje ata janë larguar nga vendi. Po pse? S'ka pyetje së qëndron, ë? Jo, ajo qëndron shumë mirë. Se është pak paradoksale kjo, domethënë që votojnë ata që i përzon në fajza. Po. Atëherë, siç kemi bër organizim, patronazhim, si që do t'i shkonim hallës, dajes, tezës që kemi në pallate, po është ka ikur ai për shkak. Po bëni dhe me diasporën. Patjetër. Partia Demokratike duhet punoj me diasporën. Unë di të them vetëm kaq, që përgjigjen e diasporës do ta marrin me 11 maj nga qytetarët e diasporës. Dhe mbi 70% e këtyre qytetarëve do të votojnë Partinë Socialiste. Ti je pak po e sigurt. Po ku e bazon ti këtë besim? Në punë, pra, bazojnë punë. Në punë patronazhimi? Patronazhimi, po patjetër, politika numra është kalkulim. Nëse e keni menduar politikën që është frym dhe me inshallah, nuk vjen gjë me inshallah. Është frym, se patronazhim bazohet. Patjetër, po si patronazhimi nuk ngren frym. Po prandaj kemi probleme nëse s'ka frym. Po frymën e ngren duke u marrë me njerëzit, duke u takuar, duke u kontaktuar. Po me çfarë ngrihet fryma? Ngrihet me çfarë ngrihet? Me populizëm. Për ju me patronazhim. Pra, neve kur të na rrëzoni nga pushteti, nuk kam asnjë lidhje. Ne kur të na rrëzoni nga pushteti. Opozita, s'kam asnjë lidhje. Unë çdo i ftuar që vjen bëj oponencë jam e detyruar. Unë ju drejtohem juve sepse ju mbroni më të dobtit. Këtë e kam. Vjen demokrati në studio, unë bëj oponencën, kështu që i bie. Unë ju ndjek dhe jam shumë ndjekës i zjarrt i emisionit tuaj dhe nuk ta them për kështu e di që dhe ju e dini që unë ndjek, po ju jeni si puna e atij prindit i cili ka 2 fëmijë dhe mundohet mbaj anën atit më të dobtit gjithkohës sepse ai që është më i shkafët dhe më i kështu po. Bëj oponencën e çdo të ftuari. Oponencën e majorancës e keni bërë gjatë gjithkohës, se opozitës nuk ke nevojë të bësh oponencë ti lë të flasësh dhe ata bëjnë gola vet. Kjo është problemi. Intervistat me demokrat në studio, hapi, të ftoj ti hapësh. Mua m'pëlqejnë shumë intervistat me demokratë. Jo, të ftoj ti hapësh. I kam dëgjuar. Të ftoj ti hapësh dhe të kuptosh. Por nuk jemi kaq oponente me ta. I vetmi që unë nuk bëj oponencë të madhe nga të ftuarit e mi ka qenë Muslim Urizi se nuk ka nevojë se e bën vetë ai. Këtë po them, kështu që prandaj të thash që jemi si puna e asaj nënës, i cili midis 2 fëmijëve mban çikatë më të dobtin i jep një dorë. Jo, s'e mbajnë fare në. Ju e mbani pak. Unë të falenderoj që të kisha në studio se me kohën shkuam në limit. Jeni shumë të mirë dhe ju falenderoj për mundësinë që jepni gjithkujt si majta si djathtas për të dhënë mendime dhe për të shprehur ato çka mendon pa censurë në kanalin tuaj. Faleminderit të nderuar miq, pashoq mbyllet këtu, por sigurisht do të jetë me të tjerë të ftuar me një tjetër hapësirë.